dhe me njerë do doja që të falenderoj sponsorët e emisionit e Djela Vlen, të cilët mundsojnë realizimin e këtij emisionit. Faleminderit Ujë Rrugove. Vizioni i kompanisë Rrugove është që të sjellë natyrën e gjetur në bjeshkët e Rrugovës brenda shtëpive në Kosovë dhe jashtë saj, normalisht përmes produkteve natyrale dhe teje të shëndetshme, që janë të prodhuara pikërisht në zemrën e rajonit të Rrugovës në Kosovë dhe gjithmonë në partneritet me komunitetin Rrugovas. E pifshi për shnet. Ndërsa kur na duhet energji, kemi pijet energjike më të mira në vend dhe rajon, pa dyshim janë Golden Eagle, që ka një shije fantastike dhe plot freskie dhe shumë energji. Për mbështetjen e emisionit e Djela Vlen, dua të falenderoj edhe kolegjin OAB, The British School of Kosova, si dhe Pribank. Fruta, perime të freskëta me çmime shumë të lira, çdo ditë i gjeni në Viva Fresh Store. Në Viva Fresh Store çdo ditë pra ju presin fruta dhe perime, të cilat janë të freskëta, të zgjedhura me kujdes për t'ju ofruar freski dhe cilësi. Pasuroni ditën tuaj me vitamina dhe energji duke shijuar fruta dhe perime të freskëta dhe plot shije. Zgjidhni gjithmonë më të mirën për shëndetin tuaj dhe të familjes tuaj. Viva Fresh Store gjithmonë është pranë jush me produkte që sjellin freski dhe shije për një jetë më të shëndetshme gjithashtu. Për më shumë informata edhe oferta, ndiqeni Viva Fresh Store në rrjetet sociale që janë në Facebook e gjithashtu në Instagram, mund ta gjeni me @vivafresh.rks. Okej, për të mos e zgjatur më shumë, do doja që të prezantoj kuzhinjerin e sotëm, që është Arsim Qiriqi. Mirë se erdhe në Djela Vlen, kënaqësi që të kemi. Përveç që je një super kuzhinjer, je edhe një trajner fitnesi, një bodybuilder, gjithashtu një këshillues për një jetë më të shëndetshme. Mirë se erdhe në Djela Vlen prap. Faleminderit. Pasioni për kuzhinën sigurisht ka lindur me qenë se je përkujdesur për trupin edhe për veten, a? Absolut, po. Mendoj që ushqimi është një prej kënaqësive më të mëdha në jetë, edhe çdo njeri duhet me ditë me gatu, edhe aq më mirë kur din me gatu ushqime të shëndetshme. Është një farë kulture, një farë edukate në vete ushqime, me ditë me përgatit. Po, ne ose po qëllojmë ma të voglit në shpe, ose sugari, mandej po na lastojnë pak. Po, ti po të me kalzu që je sugari, po. Jam sugari vetëm që gatuj. Okej, perfekt. Më thonë shumë ndryshe prej të vegjëlve të tjerë të cilët këtë familja përkujdesen. E ke bërë këtë nga dëshira për të pasur një trup më të mira, po? Po, në faktikisht, kur kam fillu sportin, nuk është që e kam mendu që ushqimi është aq i rëndësishëm. Po, si shumica prej neve. Po, absolut. Mandej ajo ka qenë si pjesë vazhduese e sportit për rezultate më të mira, sepse kur ti thellohesh në sport, mundohesh me gjetë çdo herë metoda hulumtuese më të reja, më të fundit dhe më të avancume, të cilat janë deri tek rezultati. Edhe patjetër që ushqimi është pjesë e pandashme e secilit sport, jo vetëm sportit të bodybuildingut, po sporti bodybuildingut është ai që e veçon, domethënë pjesën e ushqimit, sepse gjithçka duhet të jetë me gram. Unë kam një kritik për ti sot, që nuk ka peshore këtu. Po vjen keq, po na me nis me jetu me gram o Arsim, që po të kallëzoj. Nuk s'di qa me të thonë. 0.1 gram. Unë gëzohem nëse kam ndaj ditë që do të me hongër pa peshore. Më thonë, është lumëturi për mu kur nuk e peshën ushqimin. Praktikisht i lumiti, po fizikisht lumshim na. Po bëj pak ajgare, po për një me është pak e vështirë me jetu edhe me gatu me gram. është shumë e vështirë. Po njerëzit kur dojnë rezultate ti duhesh me ditë orientimin. Është një sigur se në një qytet të ri... Po për shembull një farë, a e din sa grami ka? Një farë. Një farë s'ka as një gram, ka pak, po kur bëhen shumë bëhen të një disa gram. Okej. Është një sigur kur ti shka në një qytet të ri edhe nuk i Google Map, do më thonë nuk e din ka me orientu. E njëjta është në kuzhinë peshorja. Do më thonë ne ham ushqim, po nuk është që trupi jonë e lejon çdo herë me hongër derisa të ngihemi. Ani edhe unë prapë du me lavdu vetën, në diçka tjetër. Na nuk kena kur gjo me gram këtu, këtu është pa limit, këtu është e djelën këtë e thejnë regullat e ushqime, po bëra i gare. Është e domosdoshme, po që nuk na ka shku mendja se s'kemi pas tëftuar si ti. Kështu që për herën tjetër, kemi me u pajis edhe me një peshore. Me qenë së është e djelë, edhe ne në bodybuilding e kemi një cheat meal, po jo cheat day asë njëherë. Kështu që edhe pëse është e djelë mund me... Vetë cheat meal, do me thonë vetëm një shujt. Një shujt, jo cheat day, nuk e di që
kemi ndonjëherë që idej. A të merë mali, a ki qef me pas në i qas e dite? Po, atë shumë merë mali sa që ti edhe ka marrë një përfundim që ushqimet pashëndetshme nuk ka. Ato ushqime që ne i quajmë pashëndetshme, në faktikisht janë pashëndetshme vetëm për shkak të sasisë të madhe që i konsumojmë, përndryshe ushqimet që quhen pashëndetshme janë jashtëzakonisht mira për trunin edhe të bojnë shumë të lumtur. Domethënë pse ne hajmë çokoladë, hajmë çipsa, nuk është janë pashëndetshme, ato na bojnë shumë të lumtur. Derisa diçka ty të bën të lumtur, nuk e mendoj që është e pashëndetshme. Sepse pastaj sa mirë, tash mu arsyetu me thonë unë po ha për shëndetimin me dorë. Po absolut. Domethënë ti kur han ushqim nihesh më e lumtur. Okej, shumë mirë. Vetëm se do të më cek tek numri i sasisë, domethënë mos me te i kalu sasinë. A di që shbeja pojmë na, si kur do video të famshme në TikTok ose në rrjetet sociale që janë duke ushtru në bicikletë dhe kneje kanë të hongër qipsa, ose të e peshun peshoren tonë të famshme një qips, sa peshon. 0.00 e që aty edhe okej, jemi në regull. Një nga një. Qa kemi na përgatit sot? Ushqimi ma i famshëm edhe ma i përdorshëm në fushën e bodybuildingut është orizi dhe mishi pulës, për arsye se sasia karbohidrateve, yndyrnave dhe proteinave është shumë e balancume. Domethënë kemi mundësi që me nda sakt sa dojmë se cilin për këtyre makronutrienteve që i përmena. Për shembull mishi i pulës, sidomos gjoksi i pulës, du me theksu, është pjesa që ka 0% dhjam. Domethënë neve na duhen ushqimet të cilat janë pa dhjam shtazor. Po, pa yndyrë që i bje. Pa yndyrë shtazore. Mandej pjesa e orizit ka karbohidrate të pastërta, e cila nuk ka sheqer. Domethënë ka një sasi ekstrem të vogël të pjesëve të ëmbëlsuesve apo të pjesës së sheqerit. Këto janë domethënë dy ushqime, dy kombinimet më të mira që ne i bëjmë, edhe kemi shumë më lehtë me pa veten se rezultati se ka po shkon. Edhe një pyetje tjetër sa i përket krypës edhe sheqerit. A ndikon shumë në peshë krypa edhe sheqeri? Po, absolut. A janë të dyja njëjtë? Po, absolut. Si krypa si sheqeri? Nëse më kish leju me përmend, është janë dy drogat e bardha që i blejnë market. Është jashtëzakonisht shumë sepse trupi njeriut... Mu po më pëlqej ka e njelën ta për. Trup, po. Që është edhe ma e keqe, po më duke të sheqeri. Edhe ma e keqe është sepse rritë tensionin e gjakut, dëmëton zemrën, muret e anëve të zemrës. Kështu fizikisht, po thonë, kryon celulit, apo? Në faktikisht... Të femnat, se femnat kanë problem me celulitin, ma shumë. Në faktikisht, kuzhina në Kosovë përdorin shumë krep. Ma shumë sot që dëhet. Pse? Ndoshta është një lloj tradite që nuk kemi kuzhinën shumë të pasur, edhe kur nuk din me gatu, hedhi kryp se e bën me shije. Po. Domethënë është ajo që cila mbizotron që është jashtëzakonisht e pashëndetshme. Po, e dim pastaj edhe Vegeta sa krypën e ka. Vegeta nuk e kuptoj si erz, ai që e ka zbulu respekt, po nuk kompon vende tjera që përdoret veget. Nëse ki dikon jashtë në Gjermani ose në Amerikë, Vegeta nuk ekziston, domethënë nuk mund me e gjetë. E gjejnë ato butikat e famshme të turqëve. As turqit nuk e përdorin vegetën. Të Ballkanit, ka dyqanet Ballkanit. Ka disa, po domethënë është diçka që e pashëndetshme që nuk përdoret në kuzhinat më të famshme, në kuzhinën italiane, franceze, spanjolle. Ata veç pyesin thonë çka është kjo. Gjithsesi, sa më pak krypës, sepse për vajzat, për femnat e kam një këshill, sepse po nisna prej vetit. Senet e mira që ja dëshiroj vetit, ja dëshiroj çdo vajzë, kështu që përgjysmojeni krypën, mësoni me hongër ushqim pa kryp ose pa sheqer. Sheqeri me qenë se nuk më pëlqen mu shumë, ka vite, ndoshta 10 vite që edhe çajin, edhe kafën e pi pa sheqer. Po qysh he krypën, nuk e di. Kjo është shumë shprehje mirë, atëherë mundohesh që te krypa me përdor kryp Himalaje, e cila ka absorbim më të mirë në trupin e njeriut, edhe nuk i bën çdo ndryshimet shumë mëdha, domethënë nuk e rrit shpejt tensionin e gjakut, mundohet me majt një balancë hormonal. Se është normale që pa kryp ushqimi nuk hahet, po. Jo, dhe hahet valla. Unë e ha për arsye se duhet me hongër ashtu gjatë gara, po për qef nuk e kisha hongër pa kryp. Okej. Sot a ka me pas kryp, as ka me pas në gjoks pulës? Ka me pas pa kryp, normalisht ka me pas pa kryp. Ne kam zgjedh orizin e zi me bo me pul, për arsye se është mirë që ne, përveç që na jep ushqimin e kënaqësi, është edhe emocion, edhe ngjyra që ne i shohim.
e kom marrë për me idenë që me pasi kur jem të hongër diçka ndryshe prej ditëve tjera. Do më thonë, sasia e karbohidrateve të orizi zi me orizin e bardhë është e njëjtë, do më thonë, gjithë ata parametra që i plotson se çka dohet me makronutrient është e njëjta gjë, është pak më e rrallë se nuk kemi mësuar ndoshta në kuzhinë me pa orizin e zi, që përgatitet njësoj sikurse i bardhë. Po, është absolut njësoj. Okej, hajde e nisim pra. Mirë. Sa minuta i duhet njëjtë sikurse orizi normal? Është njëjtë sikur orizi normal, 10 deri në 12 minuta, e lajmë në ujë të val. Se na mujna me bo edhe muhabet të punuar se. Zakonisht sasia e ujit që duhet me hedhë është 2 fish me sasinë e orizit. Nëse kemi 100 gram oriz, atëherë i vendosim 200 gram ujë. Sa mirë digitale. Preqonet, Andreqi, se punët e mija në shpitem, Andreqi veçone. Nonta, po? Me një herë naltë. Okej. Ta shpullën me qfar vaje ose gjalpe përdora? Po, në vend të vajt kemi me përdor gjalpen, që e kom po gati. E kjo puna, se pula bëhet shumë shpejt edhe letë edhe në avull. A e praktikon në avull? Unë e praktikoj me një multi-cooker, kështu të se ne bëj me avull, edhe të njëjtën kohë vendosi edhe pulën. A i ta pulën... shtuna se keni edhe që ato? Nuk qenë ka. Jo, ajo përdoret zakonisht tek kursimi kohës, të cilën njëjtën kohë të mundesh me përgatitë edhe pulën edhe orizin. Po. Do më thonë, i ki dy në një, për me kursy kohën ma shumë, po edhe pjesë të tjera pse jo. Okej. Edhe plus e ka presionin, e ka avullin. A e pren në matë hol me bo? Po, pulën të ta ndaj, që me pas hapësirë që me u pjek mirë, edhe me u pjek ma shpejt. Edhe frutat arore preferohen shumë për një shëndet mira? Po, sepse kanë yndyrë bimore, e cila është e jashtëzakonshme e mirë dhe jep energji për trupin e njeriut, kështu që mas mirë të është me përdor pjesën e yndyrave. Edhe qumshi nëse përdor qumsh të frutave arore janë ma të mira, për shembull qumsh bademi, po, është normal, është ma i pasteurizuar për atë arsye dhe kushton pak më shtrejt, sepse gjitha ushqimet më të shëndetshme janë të kontrolluar më shumë edhe kushtojnë më shumë. Po, mundohemi me marrë çdo herë sa më pak yndyra shtazore. Po. Po gjithsesi ka edhe të tillë sepse kom pa tash rrjetet sociale e kanë bërë veten edhe po tregojnë shumë influencer se si e përgatisin edhe qumshtin e bademit, me badema që janë aty duke i shtrydh. Këgja interesante kjo, po Shlirë, se une po të folje ti për nalë punën, që po nalë në adhone? Mos je undë, që po të ngutet. Po pak, po pak. Atër filet e pulës, vetëm i ndajmë sa jo dhe shumë të holla, se më ndaj bëhet e fort edhe nuk është fort e shishme kur dojmë angër. Unë e preferoj me i lanë edhe piqet ma shumë se që duhet, po. I lo pak ma të plot, ashtu që t'jenë ma të buta, në këtë metodë, në këtë njërë. Plasim pak për bodybuildingun, se ke marrë edhe shumë shpërblime për bodybuilding. A është jeta e vështire një bodybuilderi? Në faktikisht një bodybuilder e jeton një jetën një botë tjetër komplet. Është ndryshe. Pse është ndryshe? Sepse thash që ushqimi neve na bën emocionalisht ndryshe. Sidomos dieta, për njerëzit që nuk e kanë provu, ndoshta me qëndru 12 javë pas 1 gram sheqer, përveç frutave, do më thonë kur ty të lejohet vetëm një banane një javë, atëherë kuptojnë sa shumë i rëndësishëm është sheqeri edhe sa shumë... A jeni t'jumë të rovla? Po, neve na mbanë motivi kështu, me qenë se fitoj medalje, jemi ngara, e arri një fizik të cilët jo çdo njeri e arri. E ka, po, jeni ma ndryshe se të tjerët, bini në sy, po. Po, e kemi pasion, po i vetëmi atë gjënda është që e shijan gjatë pjesës përgatitjes, është pasqyra. Do më të vetëm kër eshe vetën pasqyre, jeni... A hani pasqyrën? Për ndryshe, pjesa tjetër, gjatë përgatitjes është jashtë zakonisht e vështirë, ka ushtrime 2 herë në ditë, ka shumë... jetë strikte, po. Po, është absolut e vështirë, po për këtë arsye edhe nuk është që e bën gjithkosh edhe nuk është numri madhe njerëzve. I njerëzve, po, se është shumë vështirë me maj definitivisht. I njëraj shakat që po i bëj, unë e ka njerë, po i bëj, se thojnë prej natit, krejt e kanë, që s'mund për veti. Hajde, du me thonë vaj, e qesim gjallë njëra. Kusht kritikon, e ka veç që s'munët për veti. Që ashtu i bjen kjo? A u mësove? Është po. Është një thonjë, kur mundesh, bënu kampion.
Kur s'mundesh, bënu trajner. Do më mundoh me mësu dikon, se vetë me qenë se s'po mundesh, kështu që edhe ne shumica lujmë rolin Je dhe trajner i fitnessit. Cilat janë ato këshillat, motivimin që ja u jep klientave? Shumë mire përmende se pjesa kryesore në trenerit është motivimi. Se po nisna prej vetit. Metoda se qysh ti e motivan dikon, është shumë e rëndësishme, po para pjesës së motivimit, ti dësh me qenë model për vete. Do më thotë, ti dësh me pas një lifestyle, një mënyrë tjetës të jetumit të shëndetshëm, që njerëzit me të pas ty model. Do më thotë, nuk mund është me i bo jo gjdo gjo që e bo njerëzit tjetë. Po nga njerë je model, po nuk mjafton modelizmin këtë aspekt, po duhet me qenë pak edhe orator, edhe psikolog. Se këgja psikolog është trajneri i fitnessit, me u marrë me një njeri që nuk është edhe aq i motivum, është shumë problem. Po ne kemi pak, shumë është pjesë të ndishme, sepse ne kemi klienta të cilat na paguajnë edhe njerëz të cilat kanë pare edhe ata mendojnë që pse po të paguajnë ty duhesh me i thonë çdo herë po. Domethënë hu pak ajo pjesa e disiplinës ose autoritetit. Për që ata është e ndishme që ti duhesh me lujtë rolin edhe pse paguash për ti ose varesh për ati personi, duhesh me pas një autoritet, domethënë me qenë ma strikt. Me qenë doktor, se kjo është doktor një farë forme e kësaj fushë, sepse është e rëndësishme edhe shëndeti. Unë thëmë që pjesa e motivimit është të vëshëja në munges motivimit. E ti. Do më thonë, vetëm të kur të pagun diçka, mundohesh që ma shumë me u kujdes për to. Okej. Okej, një lukë për mungon. Po, që une ta jap edhe lukën. Qa. Super. Sa si kom rëdzus, këtë sanët. Qire, është pak ma letë ndoshta me përgadit gjanat shëndetshme, sepse nuk i duhet shumë me u fërgu, me u gatu, nuk duhet me përdur erza, sosa, se sosat e dim krej që kanë sheqer shumë, krip shumë, yndyra, edhe një farë forme, kuzhinjerët në kuzhinën e shëndetshme e kanë pak ma të letë, sepse kanë me i qitë kur gjo pullës, për shambull, si për një sos. Shumë e vërtet, se nuk është dieta shumë e komplikume, dhe më thonë në gjithë herë marrim senet më bazike të mundshme të cilat janë për që të arsye dhe Qa ju thuti këtyne klientave që vinë një muj para verës me bo trupin shumë të mirë? Po, në mundona me arsitu se është e fështirë, normalisht është e fështirë edhe nuk muj me majtë shumë gjatë, ndështë atë 6 muj. Po s'paku i bojnë disa përpjekje. Po, disa përpjekje edhe mentalisht janë pak ma qetë, i duket pastaj që po duken pak ma të shtrëngum, pak ma të fort. Unë klientat e me vetëm kur i shën rrugë, do më thonë edhe pse s'kanë ushtru qatë ditë ose 2-3 ditë, më thotë që kur të shë ty më do këtë si kur ushtrova. Më kjo është diçka që ty psikikisht bënë më një mirë, edhe prej momentit që të fillan me shku në palestër, të do këtë vetja si kur jetë të hongër ma shëndetshëm, jetë të flajt pa mirë. Dhe ma ka shumë faktorë të cilët ndikojnë ty të bojnë me unë një mirë. Kështu që sa dhe pak që është një muj, 2 javë, 3 javë, përpjekja e vazhdueshme është ajo që fillan me u bo shprehje dhe e mira është ushtrimet jepin rezultat me njëherë. Dhe më thotë njëherë që stërvitesh, me njëherë njëhesh ma mirë. është njëjtë sikur kur shkën tek me bo një make-up ose me bo një frizur. Në moment që ti rënë para pasqyrës një 30 minuta, është një lloj meditimi që ti të bën më një mirë. Unë e di që kush do që i hek flok që atë ditë ka më një mirë. Po, okej. Na e kena ndryshe pra për grimin. Se? Se... Nuk ju pëlqen. Ka njerë mund me ndosë të pëlqen grimi, dhe thu s'është shumë e mirë. Ose ka prej atyne që grimi s'është kërka, po flasin me pasqyrën, pasqyrë moj pasqyrë. Kush është ma e bukra më botë? Pasqyra vlera rran apo s'ran? Allah, unë menoj që rran, pak. Dorata ma e mirë që mundesh me jabo një bodybuilderit është pasqyra. Për ata, na jemi pak shtë fiksumat pasqyre. Pe jedi pak kryp. A kishëm pasqyre shpe? Po, kam në gjithë cep, në banjo, në koridor, në salon. Po se, të motivon, duke pa vetën, rezultatin. Po është edhe një pjesë që ne kemi pjesën e pozingut në bodybuilding. Po, është pjesa e pozave. Po, profesion tjetër, po.
profesion në vete, profesion vete. Ne në palestër ushtrojmë edhe ngrisim pesha, po kur shkojmë në gara që ekspozojmë muskujt, nuk është që neve na pyesin sa kilogram unë është me ngrit. Domethënë gjithçka që ka të bëjë është që ti kemi ekspozue muskujt. Edhe duhesh me një farë ushtrimi, duhet ushtrime për me njoft trupin tonë dhe me qitë në pa ato... Sakt. Për ndryshe, nëse donë me më ofendu mu, bëma një pasqyre dhuratë shpe. Po me qenë se pasqyra po rejka... Unë i ku mrapi shmon që e ku ndreqe dhe ndryqimin shpe o Arsem, se lema pasqyren. Qa kjo ndryqim që piqet do sane që s'do me qitë? A ke po, ke dëgju që shtonë se ndryqimi i shpis me ndryqimin e fitnessit nuk është e njëjtë. Jo, dhe? Nuk është e njëjtat. Pasqyret sikur shpenë të njëjtat. Se di, jo, alla ju i qitë një ma trash, ose ma gjonë, ose... Lera, merë një tyron? Po. A më ndihmon pak se me qenë se e ka me të ndihmu me hangër në fund. Okej. Pra. Na këtu kena bo përjashtim, me qënë se është e djelë, kemi përdor gjallë shtazore. Po. Po, kjo u bo për hatër temin. Po, për ndryshe kjo, sigur të kësha bo në të premtën, nëse të hanën, kishë qenë e pjekën e vetëm në avull. Vetëm në avull, edhe në munges të asaj tenxeres. Multikukër, ja. Po. Nejse me emna se di që shumë vështë tenxeres, smart tenxere, tenxere inteligente. Po, e cila është me avull edhe ka disa programe. Dhe më ushqimet të caktume i pjekë njëra të ndryshme. Po. Spozora, ku jeni? Bina një tenxere. Na dëhet gjithësish dhe kepa. Jepën përdu me vendos në orez. Mere një qëre ku ekipa lomat? Nëse donë. Po, edhe shfrytëzon me pastru dorën edhe... Nëse donë edhe luk drunit që ku kemi, për me përzi orizën as ka nevoj me përzi. Ja, po, bashkë përdu me përzi se s'pë një të nxerën qëfar është. Truta të Arsim, a është atë trashin kur janë pas dite, për shambull me qënë se përmendë vetëm një banan e një javë që i bjenë bananja të jep energji, edhe ka sheqer. Frutat jashtë zakonisht sidomos fruktoza, ka shumë sheqer, të cilët ne e përdorim pa kontroll, është met dhe keq kuptim ajo që njerëzit mendojnë që ha fruta sot dush, sepse janë shëndetshëm, nuk është e vërtet absolut. Mandje e kemi edhe shprehi ku të është dikush i smut, ja dërgojmë 2 kg banane, ose banane ose rosh. Varë cilja ku. Dhe rushi ka shumë sheqer. Ka shumë sheqer, jashtë zakonisht shumë, edhe nuk është e preferume spaku 100 gram gjatë ditës. Veç 100 gram, Veç 100 gram, që i bjen gjysma bananës, nëse e llogarisim ma sakt. Tjetra është që tek pjesa e frutave... Po janë edhe detoks shumë e mira, duhet pastaj nuj me i qitë, qyshe... Si antioksidant, zakonisht janë frutat të cilat janë të ngrim edhe të pasterizum, do më thonë që i ka një kontrol në dito. Për shembull, nëse ne marrim një frut nga tregu, nuk është i kontrollum sa dohet sikur një frut të cilë e marrim të ngrirë, ose një frut i cili është kontrollu, është paketu, edhe i ka të dhanat mrapa. Do më thonë, tregon sa ka përqindje të yndyrës, djamit, sheqerit, të gjitha. Do më thonë, çdo se në kontrollume është më e mirë me e përdorë se sa refuz që është themini. Për shtë arsye nuk është për pesë po flasim, do me thonë. Nëse marim e blejmë të ngrira frutat e malit, për shambull, për me i hedhë në ujë... Jashtë zakonisht shëndetshëm edhe antioksidantë shumë i shumë të mirë. Po, absolut. Limonin, mentën, qysh detoksifikohesh ti për shambull? Prej ushqimeve të shëndetshme ka shumë lloje të ushqime. Për shambull, nuk mundem me thonë që avokado është e pashëndetshme, është super frut. Po nëse ti e ka lënë sasin e karbohidrateve apo të yndyrnave, atë nuk lejohet me hongër edhe avokado. Pse? Sepse yndyrën e ka marrë përmes bajameve, të cilët preferohet 40 gram për shembull në ditë. Tash ti nuk mundesh prapë me marrë prej kikirikut, me marrë prej... Qa ka lidhje, pikrejve ka 40 gram?
E te i kalën. Shpesh I marrë shembujt me makina, sepse I dim pak ma shumë I njohëm, ndoshta, është një sikur ti e ke mbush rezervarin full, edhe prapë I hedh diçka tjetër. Në çka ndodh ato? Që ajo pjesa që shkon poshtë nuk është pas ke teorinë e keqe. Jo, teoritë, se mund funksionojnë. Jo, a dim pse? Se lukthi zgjënohet, rezervari nuk zgjënohet, kur? Po, faktikisht ashtu është, po në përmarrë me një 100 litra benzin me I nxon, ajo gjithë kam I nxon 100, lukthi nëse I ka nxon 30, shkon me 40, 50. Shkon se na e bojmë. Kështu që kjo teoria vjen. Okej, bën me ndru dilën. Për ata që dojnë ushqim, gjithë kanë zgjidhje. Besoj që ballafaqime tilla kish çdo ditë. Po, absolut. Njëjtë sigur me mua sot. Është prej temave ditore, kështu është temë nxehtë. Ditore, po. Pastaj kafja, çfarë roli ka në trup kafja? Po, kafeina është e mirë, ndikon në shumë aspekte, domethënë vigjilencë, ndikon në disponim, ndikon në energji, po nuk është mirë me te I kalu sasin 200 dhe 300 mg në ditë të kafeinës. Domethënë, një espresso I ka 70 mg. Domethënë mundet me u leju mi pi deri në 3 espresso në ditë. 3 espresso në ditë? 3-4 maksimum. Po nëse pinë amerikane, ajo ka sasi të ujit ma shumë se sa ka? Po, ka sasi, është me e le, domethënë, ka me pak sasi. Sto me fort kafeina, është me shumë ka rol edhe me të shpejt aty për atë. Okej. E pse espressoja preferohet më shumë? Po, është kafeinë e pastër dhe t'jep efekt shpejt. Domethënë, ndikon shpejt. Madje thuhet që për espresson duhet me pi atë sa shpejt sa përgatitet. Domethënë është një eks shpejt që përdoret. Prandaj edhe kamin espresso. Okej. Nëse amerikanën e pim kështu për qefi, ka dale, nuk ka shumë kafeinë për shkak të përmbajtjes sasisë të ujit që e ka. Sasisë të ujit, e cila është zbut ma shumë. Po e duhet me shku në proporcion që ti nëse konsumon një kafe, atër duhet me konsumu 2 gota uj, po. Që nuk e bojë. Qito e praktikoj, po. Shumir? Një shishe uj për shembull rrugove, me një filxhan kafe, është tamama. Tamam. Se kafja ka dehidrus. Mililitra I ka kjo? 500. 500 duhet I ketë ose? 0.3 I pas. 3 është, okej. 300 mililitra, që I bjen nëse 100 mililitra I ka filxhani I kafës, tamon 300 një shishe. Një shishe uj 0.3 litra të rrugovës do të pa tjetër me pi, ose ujnë përgjithsi. Me thonë, 1 me 2, si kur orizi që përgatitet 2 fishe I ujit, njëjtë edhe kafja në trupin e njeriut e ka atë rol. Këto e kom ditë mote e praktikoj mote, po gjithsesi me ndome të tjerët. Me kujtu vetës pak ma shpesh. E këto arat indiane? Edhe ato nuk bën me konsumu shumë më duket, a? Të gjitha pjesët e këtyre arroreve që janë, kanë ndyra të shëndetshme. E di që të pëlqejnë gjitha, janë të mira gjitha, po asnjëherë nuk duhet me te kalu sasinë e duhur. Shembullin e ka 6 javë që konsumoj vetëm 11 badema në ditë. Veç 11? Vetëm 11. 11 e umbra vish të folë me ty? Çdo herë I numëroj. Cili është ushqimi, se të ko marrë pytje kështu? Për pytje më, për... Jo, po më interesojnë sanet për veti, e besoj e shfrytëzojnë edhe shikusit. Cili është ushqimi që duhet me përfundu ditën me ta, edhe të lejohet me përfundu në është ta mas orarit? Se derti maj madhë është, qëra, shqiptari ma në djetë prej mëngjesi dhe në 6 mramje. Si të bëhet 6 mramje, janë I sehan. Po dhe ne prishëm për pak. Për pak. Kështu që ushqimi I fundit, po. Ushqimi I fundit që ne preferoj edhe e bëj vetë, po thoj se çdo natë, është jogurti grek edhe vetëm 20 gram të shon. Plus 100 gram boronicat ngrime. Më kjo është ushqimi që ne e praktikoj çdo ditë. Në ora sa? Në ora 8 mond. Tash varet edhe çfarë orarit të ditës. Jo, po ka dhe shumë herë se dikush thot në 6, në 7 do të me përmbyll ditën. Jo, nuk ka nevojë. Lukthi nuk e di sa është ora, domethënë ti mundesh në 3 natës me uçu me hongër çka dush, po orën biologjike është mirë me respektu. Edhe tash nuk ka rëndësi ti ha në ora 10 apo në ora 11 apo në ora 8, më rëndësi është me zgjedh ushqimet e duhura. Këto që I përmenda tek jogurti grek, tek 20 gram tërshon edhe
tek 100 gram boronica të ngrime. Kime mështi me ble peshore gjithçysh ka të shkojnë shpesot. Absolut merë, unë i kam disa, më në ta jep në dhe. Peshorja është, do më thonë, gjithë ditë që e përdori. Edhe përveç që e përdori, marrë edhe kur udhëtoj. Më kam disa modelet peshoreve. Po, edhe kështu të leta që ishtë një hinë qanë, po. Po nuk mund është ndryshe, se nuk i kuptoj njerëzit të cilët thotë, po du me humë pesh, edhe pyetja e parë që ne ja bëj, thom, a ki peshore në shtëpi? Ai mendon që peshore për me u peshu vetë, tham jo, peshore të ushqimit. Jo. Ka njerëz që edhe nuk e dinë që ekziston ashtu që duhet të çdo herë me marr. Jo, unë përparësi pasna se e di çka është, po s'po du me di çka është. Tash unë po. Ai se unë po flas tash. Pak me te proj me bua i gare se sikur kesh mbi pesh, po nuk është e rëndësishme unë menoj, po jepi një këshill se sa i dobët je, po sa i shëndetshëm je dhe sa mas muskulare ki në trup, sepse pavarësisht që unë mund të peshoj ndoshta 60 kg dhe jam 1,78 cm, unë menoj që masa muskulore në trupin të mungon. Edhe kjo duhet tjetë me peshore, besoj, duhet me menaxhu me peshore. Normalisht. Edhe me ushqim. Me ma shumë proteina. Po, absolut. Dhjami nuk është asgjë më shumë se sa rezervë në trupin tonë. Dhe më thosh një rezervë që ne kur konsumojmë, e kur sejmë edhe trupi runës e deponan, si pjesë të energjisë ku neve na dojë. Kështu që thjesht ne fitojmë shprehi të cilat ushqemi vazhdimisht, edhe dhjami thjesht deponohet. Në moment që ne e reduktojmë ushqimin, trupi i shfrytëzon rezervat të cilat i ka, dhe më thaj merë prej dhjami. Definitivisht 70% është ushqimi e 30% aktiviteti fizik. Mjafton që me dalë me 10 km në ditë edhe me pas ushqimin perfekt. Ajo më të javë... 100 kilometra, the? 10 kilometra? 10 me kepë si bëj. Po, mjaftojnë diku të rreth 10.000 hapa. Po dhe? 10.000 hapa qaq janë, gati 10 kilometra? Po, apërsisht po. 8 në ashta? Apërsisht 8, po, sigur. Sepse një hap i ka diku 70 cm. Po. Së është që se di, jo? Veç 10 kilometra janë okej. Nuk është pjesa e ushtrimeve, e përmendë 1%, jeni numër taktu. Pjesa e ushtrimeve është vetëm 10%. Pero unë jam të folë për njerëz normal. Po, është vetëm 10%. Sepse për ty normal që janë 70 me 70. Po. Për 100 me 100 janë të dyat. Kja për përgatit pulën për krejt stopina? Po me qenë se është shkri tash. Okej. Për përgatitit për kush ka qëllu. Do me thonë kush ushtron këtu? A kena pri kamermana kush ushtron? Graniti, ti granit ushtrona? Okej. Sa file të pulës ose sa gram duhet me i konsumu për mas të mirë muskulore, për me fitu proteina për një ditë? Varsisht, se këtë e në disa matematika, disa kalkulime që bënë njërë personale, për se cilin person. Unë për vetën time, për peshen që e kam, për me mbaj që të pesh, i konsumej 750 gram me shpule gjdo ditë. 750 gram? Po, absolut. Diko një ka rrët 250-300 gram protein. Një gjoks? Po. Një pjesë kjo që ke? Po. Ku sa shumë, me hongër do me thonë 3... Është shumë, sepse bodybuilderat ashtë në atë njërë konsumojnë ushqim shumë. Nuk është që na vujmë për ushqim. Na hojmë ushqim shumë, nuk është koncepti se njerëzit menojnë që ne hekim shumë për ushqimin. Ne është një pjesë të caktuar e kohës ku ne vujmë për ushqim. Është problem edhe ka njerë me hongër shumë, se 750 gram gjoks pulës është kogja shumë, se edhe së është që shish me dorën zemër, pa kryp, pa... Imaginoj e Vlera, unë gjithë dhe ti konsumoj 20 vezë, 20 vezë, 750 gram me shpule, edhe 150 gram orës. Wow. Gjithë dhe të njejta. Ushqimi njejtë? Ushqimi njejtë, për disa javë. Po, kur i kje garat? Po. Po mundona me mojtë një balans. Po, sakrifit këgja e madhe, vala. Se 20 vezë shumë janë. E dyta janë njës me trullov. Unë edhe market, kur i marë, do më thonë atë, menojnë që po marë për kejtë mahallën. Nuk e dinë që gjitha janë për vete, se asë njerë nuk e marë vetëm një set. Zakonisht 6 sete i marë me njerë për një javë, ose 10 ditë. Dhe mësë më vendalë gjithë ditë me humë kohën. Na po flasim për ty, po që sot do duhej, sa vezë në ditë duhet me hongër një njeri normal? Një njeri normal është mirë s'paku 4 vezë në ditë që me mujtë me marë një sasit konsiderushme të proteinës dhe të yndyrave. Minimumi 4.
Okej. Ka qenë A pjesë? është ti gati? Ka gja gati është. I ka Se parë. na shkun minuta të më interesu mu, qysh tek, po besoj edhe shikuzve. Me dhe dhe pak. A ta bini pjatë me servu? Jo, na duhet edhe pak me lot. Okej, unë e po bona gati. A muni me përdor limon, për shembull, a ka shumë sheqer limon? Ka sheqer, po mjafton pak sa për shien, po me herë, Po. është okej. Asta badema të Po, du me bademat herë. do në me herë atje, okej. tek, Kemi grimcu orizi. sa gram, s'kena me gram sot, kur gjo? Sot s'kem me gram, pa afërsisht dikon rreth 30 gram. Po, nga përvoja jote që sa janë, Me e din, pak a sy shumë me sy. afërsisht tash vetë ja ko marrë dorën, ashtu se ti përshu çdo ditë. Shë bo dhe disa. Kështika. Po, rizizi me badem. Special. Po, bre. Qfar arome e mirë po i vjen, a? Edhe orizi nuk bën me uzi shumë. Po, janë modelet ndryshme të orizit, për shembull ai që është për fruta të detit, ose orizi sushit, i cili është pak më i butë. Po. Dhe në varësisht prej preferencës se me ndru pak si shije, kështu me bo ma ndryshe. Ja vlen, po sasia e karbohidrateve, dhe më thotë aty që ka ofrojnë, afërsisht janë të gjithë të njëjtë. Po, provoj një kokër pak. Mu po mdo këtë mirë është. Nashta që jo mund tu, nuk e di. Po dhe nuk është prej aty në orizeve që rritet shumë, do më thonë, nuk është që e mban shumë ujin. Tamam është. Pak që thojnë al dente. Okej, perfekt. Po të pëlqej ka ushqimi italian. Se Jo, ola, që kjo oriz qatë dush, thuja, arsim gati është. Se na në Kosovë zakonisht e vlojmë shumë, e zbusim shumë. Jo, unë e s'kam qef shumë. Është mira ajo që po thuti me elon pak ma. Hajde, gati. Këtë gja miru bo. Perfekt. Po m'jen keq që po thom gati, zisar, po dhe sekundat, minutat po na shkojnë. Se ushqimi shijohet edhe tu e pa, jo po. qderë vetëm të ogë. Unë zakonisht nuk mrapa kamerave o ushqimin se kështu që provoj, unë e provova. Nuk ka nevoj me ongër, veç pëtu m'ja u tregu shikuzve ma shpejt. Nuk hanë shumë, po të gjitha nga pak. 40 gram që aty, 40 gram që aty, prej krejtve ka pak, 40, me do 20, më rina në 300 ditë. Diamanti e kena me sy knej. Diamanti është njëni prej kamermanve që ushtron, edhe ka hum pesh arsem shumë. Po, Dë më thonë ka pas pesh nështë 2 fishin, a Diamant? 2 fishin a asaj që e fa, edhe është te për strikt në ushqim. Po du me lavdu edhe me i dhonë lavdata për shkak që na këtu në kuzhinë, kjo i ka 4 sy, do me thonë, 2 syt vetë, edhe kamerës, edhe nës të peshe ushqimin. Krejt vinë me provu, kur përfundon, veç Diamanti as nuk e provon ushqimin, sepse e ka dietën, e për sot kjo ushqim është për Diamantin. Do t'jenë 750 gram mish për Diamantin. e ka të pështirë me qëndru, me hum pesh, kër e ka mërman këtë Diamant. 4 vjetë e 3 vjetë, që sa vjetë Diamant jetu ushtru, që 1 vjetë, okej, më falë. Që 1 vjetë djalli s'ka provu kur sen. Diamant e ki njetë me u martu, apo qka është në ty vjetë? Mr. Piki ta. Hajtë ma shpej se Diamanti është të na fejtë. Ja bëjt testin e fundit. Gjera, ti me ndonë që është zi një aftushëm, a? Besom që është gati, se paka shumë Okej. marrëvesh, që që shlirë. Që te? Në po presë, me ja hek ujën pak. Ujen, a mujna me kullu? Po,
Mundem edhe me kullu, se unë menoj që ke mjaftushëm edhe ke shumë i shishëm. Edhe kamera me mnajt ofert kur shkrejti diamanti. Mja dorëzë ushqimin, diamanti ka me provu. Që mere këtë jetër, mere. Po ma zë dorë. Që une, ami me durët mija. Ama, une. Se ti durët e bilderit. Po vjen keq. Qepës është ma mirë. Mës me ku. Ja standardit. I mi dalë ma shumë. O, shfar arome e mira. Edhe pëse si kena qitë kur gjoha, shkry pasan. Ishte gjalpi. A gjalpi, okej. Edhe gjalpi pak si kam në. Shta, a penal? Ma miri kena pun të menal. Dheja. Vesh ta ma, që kuj ki lugën e ndrunit, mujna me sërvu? Qërë sa e bukër ka dojë? Ama ta qes? Qërë sa e mirë? E ka një ngjyrë shumë interesant që... Jo veç ngjyra, edhe e shishma. Si marrë pak badema? Jo zakonisht e bojë. Kjo është për sa persona për shembull? Unë ka mendo se vetëm për 2 persona, sasi. Që ho shumë. Që kjo shkon për diamantin. Veç qështo, a? Po, kaq. Ose që 2 janë 250 gram. Janë diku rreth 200 gram. 200 gram. 200 gram kështu. Zakonisht ne ushqimin e përshojnë para me gatu. Në ndërkohë që ne po përgatisim shikues të dashur edhe mbrapa kamerave, unë do doja që ta tregojmë si rezultat përfundimtar që rekomandohet nga bilderi Arsim, i cili ka pasur suksese në ndërtimin e trupit të tij, edhe kjo është një recet që ai e praktikon shpesh. Ushqim që të bën kampion. Që të bën kampion. Kështu për jalojmë emnin. Ushqimi që të bën kampion, e kampioni është diamanti. Që diamant? Për ty është, shikues të dashur, ka sa i përket pjesës së parë të këtij emisioni, ne do të vazhdojmë tutje. Arsim, faleminderit shumë që gjete kohë me qenë, edhe që i ndam disa biseda, një bashkë bisedim këgjatë gjatë e patëm. 2 knatësit e mia më të mëdha është kur qëndrojnë në fitnes edhe në kuzhinë. Edhe para kamerave, në këtë rast, faleminderit shumë. Shëndet edhe lumturi. Shikues të dashur, shkëputemi për pak edhe kalojmë